Këtu në Vëmrese ndodhet një mbishkrim i shkatruar dhe studiuesit thonë se aty është data e themelimit të kësaj faltoreje. Kisha katedrale e qytetit, 22 metra e lartë, me madhja, llogaritet që mund të mbante deri në 400 veta në një mesh. Është një kishë e krahasuar me më të mëdha te këtij rajoni. As Shkodra s'kish një kishë si kjo. Fakti që kjo kishë ka takuar ritualit roman mund të ketë provokuar diçka këtu, pikërisht këtë dëmtim të vonët. Përkatësia fetare e tipit të kësaj kishe ka qenë shkaku me siguri. Kisha ishte romane, nuk ishte pravoslave. Në dokumentet kishtar të shekujve 9 dhe 16, Shasi del me emrin zyrtar latinisht në sovranitetin e arkipeshkvisë së Tivarit, bashkë e në të njëjtin hierarki me i peshkvinë e Shkodrës dhe të Ulqinit. Por deri më sot nuk është dhënë një shpjegim etimologjik për emrin e këtij qyteti. Nëse legjendat e lidhin lindjen e Shasit me antikitetin e lashtë, nëse të dhënat arkeologjike e çojnë hershmërinë e tij deri në shekullin e 6, të dhënat gjuhësore, deri ku e shpihen këtë lashtësi? Është karakteristike onomastikës përgjithsisht se vinë qytetrime të ndryshme, modifikojnë emrat, për shembull prej atij burimor, edhe si më thënë ligjeve ose më mirë thënë rregullave gjuhësore i nënshtrohen. Po ka edhe, si më thënë, ekziston edhe faktori i administrativ, kur administratat të shpesh edhe ndryshojnë formën. Sa i besueshëm është shpjegimi i Shuflajit lidhur me emrin e Shasit? Qyteti u quajt Skafja, për të dalluar nga Skefja, që mendohet se gjendet tek emri i qytetit i Svetigradit, që mos bëhet kjo ngatrim. Shikoni, në kohën kur Shuflaje ka thënë këtë mendim, kam mund të jetë edhe bindus mjaft, por unë kam një shikim krejt tjetër, dhe kam nxjerr nga ranja indo-evropiane sek, që do të thotë çaj, thej, por që lidhet nga indo-europeistët edhe me saksum, të latinishte që do thot gur, shkrep. Do thonë, Shasi është një toponim që vjen nga Ilirishtja, padyshim. Baza është indo-europiane, pra me që prania e kulturës ilire në këtë hapësirë është e dokumentuar shkencërisht dhe edhe nga arkeologjia, atëherë gjasat janë shumë të sigurta që të lidhet edhe me Ilirishte. Së bashku me grupin ton të xhirimit, ne kërkuam të vizitojmë muzeun etnografik të qytetit të Ulqinit, për të bërë të mundur paraqitjen për herë të parë në një mjedis publik, objektet e gjetura nga arkeologët serb në ekspeditën e kryer në vitet 80. Punonjës të ekspeditës na u përgjigjen se këto objekte janë të pakataloguar dhe kështu ruhen në arkivin e muzeut dhe nuk mund të ekspozohen. Por profesor Aleksandr Qilikov, këmbgulje dhe gjatë zhvillimit të seancave të konferencës se pasaportat e objekteve të gjetura ekzistojnë dhe është çështje e instruksioneve të qeverisjes vendore të mundsojë ekspozimin e tyre. Interesimi ton publik nëse mos lejimi i paraqitjes së këtyre objekteve para kamerave tona lidhej vërtet me mos katalogimin, me pazotësitë e pushtetit vendor, apo ndoshta me marrjen e tyre në muzeun e Beogradit, ku gjendet pjesa më e madhe e pasurisë numizmatike të gjithë Ilirikumit, shkaktoi një të papritur. Drejtoresha e muzeut u paraqit gjatë konferencës dhe kërkoi fjalën jashtë radhe, duke u shprehur me mjaft nervozizëm për një trellim të keq në lidhje me zhdukjen apo fshehjen e objekteve që provojnë kulturën ilirike të Shasit. Ajo përgënjeshtroi gjithçka, por megjithatë, ekipi ynë nuk mundi të hyjë në mjediset e muzeut. Eksponatet e gjetura në qytetin e vjetër të Shasit nuk janë të njohura për opinionin e gjerë. Ata gjenden në depon e muzeut të Ulqinit, janë në thas dhe mu vjen keq se ata janë para karbonizimit të plot, fatkeqësisht për Shasin pak, andaj unë besoj që në të ardhmen këto çështje do të analizohen më detajisht. Ndërsa Shasi, edhe pse ekziston në letër si monument kulture i klasit të parë, nuk ka mbrojtje ligjore nga pushteti as vendor as ai shtetëror i Malit të Zi. Ka pasur përpjekje për të përvetësuar këto objekte nga kisha ortodokse serbe. Ngërmimet arkeologjike të cilat janë bërë këto në vitet 85-86 nuk janë prezantuar pra këto gjetje nuk janë prezantuar opinionit. Nga banorët vendas supozohet se disa nga këto gjetje janë dërguar në Beograd. Edhe disa gjetje tjera të cilat janë lënë në Muzeun Etnografik të Ulqinit qëndrojnë ende sot, qëndrojnë në atë gjendje që janë gjetur, disa nga këto gjetje edhe janë shkatruar dhe për fat të keq nuk janë konservuar dhe ende sot nuk janë prezantuar publikut. Të gjitha të dhënat janë se Shasi nuk qenë një qytet rastësor, as një qytet satelit apo asteroid.
asnjë produkt legjendash apo rrugësh tregtare. Shasi pati jetën e vet të pavarur prej periudhës ilirike. Fakti më i rëndësishëm i kulturës materiale që pohojnë specialistët e huaj, sidomos profesor Aleksandr Çelikov, të cilit dietarët shqiptar duhet të jenë mirënjohës, është shtresa e kulturës së Komanit, zakonisht e quajtur shtresa e Hinterlandit, që ja ku shfaqet dhe në afërsitë të Bregdetit. Ky qytet i banuar qysh në periudhën ilirike, ky qytet që ka një emër me rrënjë indo-europiane sipas derivimit ilirik, e që ishte në lullëzim të plot deri në periudhën osmane, ka dhe një kontekst gjeografik dhe natyror të jashtëzakonshëm, një liqen thuajse krejt të pastudiuar, një prej kryevlerave të natyrës më. Projekti arkeologjik duhet fillojë në liqen e Shasit. Unë jam i bindur që në liqen e Shasit mund të kemi edhe gjurmë të vendbanimeve palafite, siç janë përgjithsisht në liqenet ku fillon zanafilla e jetës. Shasi që kemi sot ose që ruhet sot është përgjithsisht shasi i mesjetës. Ekzistenca e kishave të mëdha që janë akoma në këmbë, janë 2-3 që janë të mëdha, mundet të ketë pas disa kisha, në asnjë mënyrë s'ka pas 365 kisha, sipas vitit. Por kjo shkaktohet për arsye të qendrës dhe të rëndësisë së madhe peshkopale që ka pas qyteti i Shasit, dhe sidomos i lidhur me Tivarin. Ky është një prej qyteteve të vdekura të hapësirës shqiptare. I vdekur, i harruar e i paprekur. Dhe në një rast të vetëm që është gërmuar nga arkeologët serbe e malazez, gjetjet e zbuluara u arkivuan me shpejtësi. U arkivuan prej atyre që nuk u vjen mbar trashëgimia ilire, që nuk u pëlqen romaniteti në krishtrim. Por koha ka ardhur për të hapur gojët. Profesor Aleksandr Çelikov është i pari që me kompetencë njofton vazhdimsinë e së njëjtës kulturë ilirike të Komanit në këtë qytet të vdekur që duhet të ringjallet, dhe qytetet ringjallen duke u studiuar. Prej shfaqjes së ideologjive romantike, në Ballkan është trashëguar një filozofi përjashtimi që i ka nxitur popujt ta kthejnë fqinjsinë në armiqësi. Mbi të gjitha romantizmat nxitën kultin e lashtësisë, e lashtësi për veten, vonesë për tjetrin. Por tani një kulturë e re dhe një filozofi e re jetese e bashkëtese po shfaqet edhe në Ballkan. Njerëzit dhe popujt duan ta shërojnë kujtesën e dëmtuar. Ata po përgatiten të çlirohen nga miti i prejardhjes dhe pushteti i së shkuarës. Shasi shumë shpejt do të jetë një prej qyteteve që do të mundsojë shqiptarëve dhe malazezëve të mburen me të. Në një vend si ky, ku mitologjia, historia, trashëgimia kulturore dhe natyra vet kanë derdhur kaq bujari, e shkuara mund t'i shërbejë së ardhmes. Prania e vlerave të njëri tjetrit mund t'i shërbejë jetesës paqësore. Ringjallja e qyteteve mund t'i shërbejë gërposjes së kufive dhe të armiqësive të qëmoqshme.